19 vjet fabrika ka nejtë ndërtume, kërkush se ka marrë mundin me dërgu ujin të familjet e Vushtrisë, por ka qenë një angazhim jashtëzakonshëm i krejt ekipit tim në komunën e Vushtrisë, i të gjitha partive politike. Unë kam qenë në koalicion edhe me Lëvizjen Vetëvendosje, edhe me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Krejt ekipin në mënyrë të jashtëzakonshme janë angazhuar dhe në kuvend komunës kemi pas vendosur që t'i lirojmë të gjitha familjet në asistencë sociale, të gjitha familjet e dëshmorëve, të gjitha familjet e martyrëve dhe veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës nga participimi, sepse buxhetin e kishim shumë të vogël. Por a di çka ka ndodhur kushtrim? Që ky pushtet aktual, atë që e tha edhe Shabani, ka pas nevojë të vendoset një pumpë në Mihaleq për të mbushur rezervoarin në Bequk, por që ky pushtet ka nënshkruar kontratë 1.6 milion euro, 1.6 milion euro për ujësjellsin vetëm në pjesën e Qyqavicës. Krejt projektin 70% familjeve të Vushtrisë me 1.8 milion euro i kemi bë me ujë. Vetëm për pjesën e Qyqavicës i ka nënshkruar 1.6 milion euro, qëllëja e cili qytet është kompania që ka marrë tenderin, është Skënderaj. Dhe në pjesën lindore, prap 1.6 milion tjera, 3.2 milion euro momentalisht. Ka problem që është Skënderaj? Jo, nuk ka problem, veç është një farë dukurie kështu mund me profesorin kur i shohim një dukuri të sjelljes kur janë veç kompanitë. Figura veprës penale, përcaktohet figura, po pra, kur e shohim që ka një sjellje të caktuar që një kompani i merr 3.2 milion euro tenderin e ujësjellësit në dy anë, kur ne me 1.8 milion, syll të kujtohet që 1.8 milion euro ka qenë tenderi i ujësjellësit në Vushtri, kur e kemi kryer na 70% familjeve, tash është 3.2 milion euro për 20% të familjeve. Dhe kur sheh që një kompani tjetër e njëjtë qytet e merr banesat e bardha, një kompani e njëjtë qytet e merr parkingun, kjo kompani tjetër e merr tregun dhe është po ashtu konsorcium për 5 milion euro në asfalt, atëherë sheh që përkon është të punu qyteti jot. Përkon është të punu Vushtria. Dhe kjo është pyetja që qytetarët e Vushtrisë po e kërkojnë. Janë 16 milion euro tender publik që po kryhen keq, ashtu siç shpjegoi Xheva. Parkingu nën Toksor, 3.2 milion euro. E ka mbyllur rrugën kryesore, e ka ndarë qytetin në dysh, ka ndërtuar disa lokale që kryetari aktual po i negocion për vota me qytetarë të ndryshëm. Është po ashtu i ndartuar keq sepse imagjinoni, krejt qytetarët e Vushtrisë e din kushtrim. Veç në Vushtri ky ka qenë si më thon terreni i sheshit, parkingu është çështu manalt, një 40 cm mi shesh. Domthonë nuk ka inxhinier në botë që kish me pranu këtë punë që është bërë në parkingun në Toksor në Vushtri, sepse është bërë keq teknikisht, por nuk kanë çare pa e pranu. Se s'kan bërë asnjë vrejtje. As çare s'kan pa e pranu. Po flasim për faktin, vetëm po jap edhe këtë dhënë për qytetarët e Vushtrisë. Përveç që kemi bërë publike që në tenderin për parkingun në Toksor, një karrike që është vendosur shesh ka kushtuar 5.000 euro. A dini sa kushton larja e pllakave në shesh? Me kontratë. Për gjithë qytetarët e Vushtrisë, 112.000 euro është pozicion në kontratën për sheshin në Vushtri për mi pastru pllakat. Si 112 milion? 112.000 euro. 112.000 euro? 112.000 euro. Një herë mi pastru mëre? Veç mi pastru